Kush u vra nga familja jote? Kur e morët vesh sa ata u vran? I pat? Çfarë ore dolet për i shtije atë? Edhe njerë, tu ma se ke folë shumë me të vogël. Ma Zvinë mësë të nësë të flajtë të natë. Ta shmërojtë që të vinë kënë në drejtë. Kam shekë të temë. Kam shekë në fi. Po në qështë në zhërë në qështë. Së të si një? Më rëgullore. Që kënë pranu përshimit, s'ka përgjigjen e la. Ala si kënë Jo, bre, që atë është që. Jo, vetëm faqë që bona pyetje. Do të pranur raportin që është Natos me fshatit Sere, ne ishim të stacionuar në fshatin Guri Kuq, në Kalumit në komunën Ismailiti. Dhe një natë më pas mësuam për masakën, që kush erdhe në tregoj për shokët që ishim qenë për Bajram, Kopa edhe Ilirko, e kishim parë nga afër ngjarjen dhe na rrëfyën për ato që kishte ndodhur. E urdhën e komandantit Ismailiti, ata i mblodhën forcat, i këmbëlluam njerëzit që kishin në terren, në vende të ndryshme dhe erdhëm për të parë nga afër se çfarë po ndodhi. Ndonë erdhëm në mbrëmje, ishte natë errët, por ajo që pam ishte jashtëzakonisht e tmerrshme. Vështirë të imagjinohet nga njerëzit e rëndomt, sepse ne pam trupa të pajet të hedhur në lumë, një pjesë e tyre kishin mbetur në bregun e lumit. Pastaj pam njerëz me koka, pam qare, pam njerëz me dhone të nxjerra jashtë brendshmet. Trupat e gjymtuar ishte një pamje që vështirë harrohet, mbetët në kujtesë për jetën dhe ne detyrohemi të fitojmë. Pastaj jemi organizuar dhe bashkë me disa fshatarë të zonës këtu, i kemi nxjerrë nga lumi trupat e pajet të njerëzve të ekzekutuar. Dukeshin qartë se ishin ekzekutuar nga afërsia, ishte gjymtyr fyra edhe plumba të shumtë në trupat e tyre. Thjesht ishte një pamje që nuk do të doja ta shija Kuj varos? Atëherë ne organizuam bashkë tash me disa fshatarë të zonës të pjesës të Celcës, fshatëra rreth dhe e hapëm një grup të madhe, i vendosëm emrat e tyre në shishe plastike, në mbyllur, secili t'i afruam pranë trupit. I renditëm trupat ashtu si konzerva peshku, i mbështallëm, i mbuluam dhe mbase kjo ka qenë fati i tyre që nuk janë marrë trupat, forca serbëve të shtukshin me gjithë ashtu siç ka ndodhur në shumë të tjerë. Ne konsiderojmë se kemi bërë një punë të vogël, por gjithsesi është me vlerë. Ka dëshmuar dikush për masakën e Belacerës në Hagë ose rezultatet e tjera? Ka vënë një Po, me sa kujtojmë ka qenë Sabri Pope, njëri nga ata të cilit janë vrarë që të dy djemë këtu. Ka qenë të mitë, janë vrarë të djemë këtu dhe ka dëshmuar në Hagë, por fatkeqësisht ne mund të themi se këtu ka marrë vendim askush, as nga urdhëruesi dhe as nga ekzekutorët të njerëzve të pafajshëm të pambrojnë.
Është shpëtar duke që edhe autoritetet e vendit tonë, drejtësia jonë, është marrë në kuptim. Sa mbledh thotë, nëse në pas të vjetë pastaj kemi qenë edhe ne që kemi po nga ofër, kemi Pas shkatërrotimi që e kam vendosur, i kam bartë qytetarët që kanë thënë zonë se askush s'ka mujtë me imagjinu çka kohë. Ne ishim në Bujë Kuq dhe në qenë saktë Sinan Popaj, Bajram Popaj edhe Lir Popaj na kanë pru lajmin se kanë ndodhur sipas atyre, sipas informatës parë, vitën 2020 janë vrarë dhe janë masakruar në këtë zonë. Dhe ne atëherë kemi përhap lajmin edhe në kujtohet në Deutsche Welle, kemi hap telefonin satelitor dhe kemi bërë lajm ndërkombëtar sepse Deutsche Welle, BBC-ja kanë shkruar për këtë masakër në 2020 vetë. Edhe natën e datën 26 na jemi ardhur me disa ushtarë dhe i kemi gjetë edhe disa banorë që kanë qenë të interesuar, sigurisht ka pasur prej atyre të ndjetuar dhe që kanë vazhduar rrugën në përlumë dhe këtë shku të në Xherxhet. Ne natën e parë na ka shku nota veç të nxjerr trupat e pajet prej lumës. Pra nuk kemi mujtë ma shumë e po veç një nxjerr, se ka pas shumë edhe kemi kontrollu këtë vijen derit e Xherxhet. Tu ka pas, ka qenë trishtim për të gjithë. Ato që kemi pa, ka qenë e dhimshme, e ranë, ndonjëherë pa përballueshme për plot edhe njerëz që kishin përvojë luftës, dhe na kanë ndihmu edhe banorët e protestës, banorët e Xherxhës, ka vazhduar rivarrimi i dy varreve dramatik të këtij viti. Dhe për ne kemi qenë të interesuar me ky procesin e varrimit të trupave të pajet, po gjithsesi edhe me rujt të vdekurit, i rujt që mos me i rëndyj, mos me siç ka ndodhur të vende forcat serbe. Ta dini se forcat serbe i tonë në pjesën e Ballabregut, edhe her pas here më shua dhe reflektojnë. Kujtohet familja e këtij Çrim Zuniqit, na ka qenë me një traktori, ato Ferguson, edhe konet e të mërshme që kemi po, edhe na kemi mendu që s'ka ndodhë ajo, do më thjesht ma shumë ideja jonë ka qenë me verifiku që ka ndodhë, por kemi po, do jemi të nërru gjithë. Është fati mirë që trupat e pajet janë varos, janë rujt çdo i ekzekutuar, çdo i vrarë, i masakruar ka pas emrin në shishe të plastikës, ka një inqizim me kamerë që ka bërë Çemali, nuk e dia ka mujtë më rujt për shkak se s'u dëshim me bo dritë. Sepse qëllimi jonë ka qenë me kry punën në mos me eksplozive dhe mos me botë e lashë. Rivarrimi ka vazhduar edhe natën e tretë, për shkak se ditën që s'ka mujtë e punu. Dhe është fakt në këtë tragjedit madhe që trupat e pajet kur i rivarros pas trupës, as ka pas problem me identifikim, por edhe ata trupat pajet ashtu siç kanë qenë. Që kemi gjetë ashtu edhe janë të rivarros atje në kodrën e protestës. Ky vend, që po derdhak shumë këtë vend, na do të shohim a kemi mundësi me bërë dhe diçka që me mbrojt edhe me afirmu, thjesht një shenjë që vizitohet jo për nga protesta, edhe nga mediat vendore, mediat e huaja, sepse nuk i dihet nga elemente e tash kush nuk po gjegjas për protestën as për sedimin, as i kriminal serb, po nuk do të thotë se krimet vjetrohen, nuk do të thotë se ndarën nuk do të përgjigjet dikush për këtë tragjedi, për masakrin që i ka shkaktuar. Për ne është e qartë,